mendoj që Rusia nuk është kundër këtij organizmi dhe ka treguar hapur këtë gjë pasi ka deleguar atje Bielorusin, domethënë si ambasadorën e vet, nga ana tjetër Putin deklaroi që unë jam gati domethënë të dërgoj $1 miliard për nevojat dhe shpenzimet për sektorin Gaza për popullin vëllat palestinez, si deklaroi ai. Pra, por edhe këtu është një lojë diplomatike dhe një moll sheri më tepër mes Perëndimit dhe Trumpit, sepse këto asetet e ngrira Europa synon t'i përdor për vete në një farë mënyrë të dërguar edhe ndihma në Ukrainë, por Ukrainën po, ndërsa Putini propozon, ashtu siç kanë marrëveshjen ndoshta që në Anchorage, që një pjesë e këtyre aseteve do të shkonte, 50% e tyre do të shkonte për rindërtimin e Ukrainës, është vërtet. Kjo gjë, domethënë, ti është dakord të investojë dhe domethënë në këtë gjë, në rindërtimin e Ukrainës së shkatruar nga lufta, por edhe të pjesës, jo vetëm të pjesës së Ukrainës që mbetet në Ukrainë, por edhe të pjesës së asaj që ka marrë Rusia, pra të dyja prave. Dhe 50% e fitimeve nga këto investime i kalojnë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra ka një interes direkt Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, është një moll sheri, pasi tashti Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të jenë, po janë të interesuara që këto asete të bllokuara në Europë të kalojnë në të drejtinë, domethënë duke u menaxhuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjysmat e tyre i kalojnë Rusisë dhe gjysma përdoren për rindërtimin e Ukrainës dhe tashti siç deklaroi presidenti Putin edhe të sektorit Gaza. Një deklaratë e Kremlinit, zoti Pumo, ka nxitur interes këtu në Ballkan. Ministri i Jashtëm Sergej Lavrov u shpreh i gatshëm të bashkëpunojë me SBA sa i përket rajonit të Ballkanit Perëndimor, por duke konsideruar qasjen që Moska ka ndaj Kosovës dhe pastaj Serbisë, çfarë do të nënkuptonte ky bashkëpunim në opinionin tuaj? Po, Rusia nuk e ka fshehur kur që, domethënë, interesat e saj geopolitike në Ballkan ekzistojnë, mbeten dhe do të vazhdojnë të mbeten. Por, domethënë, sigurisht që Rusia ka mbështetur dhe vazhdon të mbështetë Serbinë. Nga ana tjetër, mos mund të ndajmë një çik vektorët e mbështetjes. Një çështje është mbështetja e Serbisë si popull, si kulturë, si domethënë nga ana ekonomike, dhe një gjë tjetër është politika, sidomos politika jashtme e regjimit të Vučićit, që në Moskë tashmë janë shumë të zhgënjur. Sigurisht që ata hapur nuk e deklarojnë ata, domethënë një armikë ose kështu një gjë të tillë, por janë shumë të pakënaqur pasi sjelljet e tij kanë qenë gjithmonë jo shumë konstruktive siç e konsiderojnë në Moskë. Në Moskë ai vjen dhe deklaron sikur është domethënë besnik deri në varri i Kremlinit, në Kinë tregon që ai është shumë i dhënë mbas aleancës me Kinën, në Europë ai është domethënë i thari i madh i Bashkimit Evropian, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshiron çdo 5 minuta të takohet me Trumpin.